Rafael Leao ka vendosur të largohet përfundimisht nga Milani këtë verë. Në një intervistë të fundit për mediat portugeze, Ansori ka konfirmuar se kapitulli i tij në San Siro është mbyllur. Synimi i tij është të nisë një aventurë të re në një kampionat të ri. Manchester United, por edhe disa ekipe nga Turqia kanë shfaqur interes për të. Para se të vazhdojmë me temat e tjera, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona. Transferimi i Leaos tek United mund të pasohet me disa largime nga klubi i Manchesterit. Harry Maguire i është ofruar zyrtarisht Interit, por klubi Zi Carter e ka refuzuar anglezin. Dhe pse Maguire sapo ka firmosur një kontratë të re me United, e ardhmja e tij mbeten ndër pikpyetje, sidomos pasi mbeti jashtë listës së Anglisë për Kupën e Botës. Interi aktualisht është përqendruar për objektiva të tjera në prapavi. Në të njëjtën kohë, United që ka dhe kartonin e Rashford, po zhvillon bisedime me Barcelonën, por së fundmi Bayern Munich ka shfaqur interes për anglezin. Pasi u mëngarën për Anthony Gordon, i cili zgjodhi Barcelonën, bavarezët e shohin Rashford si alternativën kryesore për të përforcuar sulmin. Nga ana tjetër, Bayern nuk po lëviz vetëm për sulmin, por ka hyrë zyrtarisht në garë për Gleison Bremer. Juventus është në presion të madh financiar për të grumbulluar para pasi ngeli jashtë Champions League. Për mbrojtësin brazilian kanë shfaqur interes dhe shumë ekipe nga Premier League, por Bayern po konsideron të përfshin në marrëveshje dhe mbrojtësin Kim për të ulur çmimin e lojtarit. Ndërkohë, ditët e fundit PSG ka zhvilluar bisedime me kampin e Julian Alvarez, por kampionët e Europës u detyruan të tërhiqen nga gara për shkak të hezitimit të lojtarit, i cili preferon Barcelonën. Ndërkohë, Liverpool është në bisedime të avancuara me Andoni Iraola për të marrë drejtimin e skuadrës. Marrëveshja mund të zyrtarizohet së shpejti. Po nga Liverpool mund të humbas Wirtz. Chelsea po tenton të transferojë Gjermanin, pasi Xabi Alonso e ka kthyer në objektivin e tij të ëndrave në Londër, por Liverpool ka kthyer përgjigje negative. Ata nuk kanë asnjë qëllim për ta shitur Wirtz, pasi vetëm një vit më parë ata paguan 116 milion pound për ta transferuar. Kaq ishte për ditën e sotme, mos harroni të bëni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona.